Vetëm një lugë mjalt para gjumit dhe do t'i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Mjalti i dhuron natyralisht fuqi organizmit. Ai është i pasur me antioksidant dhe element ushqyes të rëndësishëm që ofrojnë në një sër përfitime shëndetit tuaj. Nisja e ditës të mbarë dhe shëndetshëm nis patjetër edhe nga kuzhina. Mënyra se si dilni nga shtëpia në mëngjes për të nisur në punë ndikon në mënyrë të dukshme edhe në humorin tuaj gjatë gjithë ditës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndaj, edhe mënyra se si aplikoni në përditshmëri mund të ndikojë edhe në atë se si do ju ecë dita. Nuk është as pak i panjohur fakti që shumica e shqiptarëve dalin nga shtëpia pa ngrënë në mëngjes. Pra, duke i shkaktuar kështu organizmit një drobitje vërtet të madhe që në nisjen e parë të ditës. Jo vetëm që mjekësia popullore, por edhe studime të ndryshme vlerësojnë se nisja e ditës, duke konsumuar një lugë mjalt në mëngjes, është ideale për t'i dhënë atij edhe fuqi dhe energji për gjatë gjithë ditës. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj me konsumin e mjaltit? Mjalti ka qenë i përdorur jo vetëm si ëmbëlsues, por edhe si një produkt natyral me vlera të larta në dobi të shëndetit të njeriut. Përpara shpikjes antibiotikëve, mjalti përdoret gjërësisht për të trajtuar probleme të ndryshme të lëkurës. Ai është përdorur gjithashtu edhe në kuzhinë, madje edhe për të përdorur kundër kollës edhe si maskë lëkure, që në lashtësi mjalti konsiderohet si një ushqim i rëndësishëm i njerëzve që kryenin aktivitete fizike dhe personave që qëndronin edhe në aktivitet gjatë gjithë ditës. Por nga ana tjetër, duhet të dini se mjalti është i dëmshëm për të vegjëlit nën 2 vjeç, sepse shkakton botulizëm. Mjalti përmban gjithashtu sasi të vogla të proteinës, të folatit, vitaminës C, vitaminave të tjera të rëndësishme. Vlerat më domethënëse të mjaltit vijnë nga mineralet e shumta që ai përmban. Mjalti njihet si një multivitamin e rëndësishme. Të dhënat të cilave u referohemi për mjaltin provojnë se 28 gram mjalt do të ofrojë 14% të dozës rekomanduar ditore të manganit dhe 8% të dozës rekomanduar të hekurit. Mangani dhe hekuri janë 2 prej mineraleve thelbësore për të cilat trupi dhe organizmi i njeriut ka më shumë nevojë, sidomos në betejën kundër komplikacioneve të ndryshme. Mjalti është një antioksidant, antibakterial dhe antimikrobik shumë i rëndësishëm, që mund të mbajë larg komplikacionet e shëndetit dhe të nxjisë gjithashtu mbrojtjen e imunitetit. Ai është i mbushur me vitamina dhe minerale dhe nëse do të zgjidhni një term tjetër për të përshkruar mjaltin, me siguri do t'i ishte multivitamin. Mjalti mund të përdoret për të forcuar energjinë, sistemin imunitare, për të paksuar problemet alergjike, për të zbutur gjithashtu kollën, fytyen e lënduar dhe lufton edhe problemet e infeksioneve. Shtimi i mjaltit në dietën tuaj ditore mund të ndikojë pozitivisht në një sër aspektesh të tij. Ndaj edhe ekspertët sugjerojnë konsumin e tij në formë natyrale për të marrë përfitimet e duhura dhe për të evituar komplikacionet e njëpasnjëshme. Mjalti ofron përfitime të shumta për shëndetin e zemrës, duke kontribuar kështu në mbrojtjen dhe forcimin e sistemit kardiovaskular. Ai është i pasur me antioksidant, veçanërisht polifenole, të cilët ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ dhe inflamacioneve që mund të dëmtojnë enët tuaja të gjakut dhe zemrën. Këto substanca kanë aftësinë të përmirësojnë shëndetin e enëve të gjakut duke rritur fleksibilitetin e tyre dhe duke ulur riskun e ndodhive të mpiksjeve të gjakut, të cilat mund të çojnë në infarkt ose edhe goditje në tru. Mjalti gjithashtu mund të ndikojë në uljen e kolesterolit dhe triglicerideve, të cilat janë faktorë kyç në zhvillimin e sëmundjeve të zemrës. Duke zvendësuar sheqernat e rafinuar me mjalt, mund të kontrolloni nivelet e sheqerit, të reduktoni riskun e diabetit, një faktor risku për problemet kardiovaskulare. Përdorimi i mjaltit mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e tensionit të lartë, pasi përmban minerale të tilla si kaliumi dhe magnezi që ndihmojnë në relaksimin e enëve të gjakut dhe rregullimin e presionit të gjakut.
Por më tepër mjalti është një burim i shkëlqyer i energjisë natyrore që ndihmon në përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm, në forcimin e trupit duke mbajtur zemrën të fuqishme dhe mbi të gjitha edhe më të mbrojtur. Ekspertët cilësojnë mjaltin si një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese. Ai mund të ndikojë gjithashtu edhe në një sër efektesh të tjera për organizmin. Konsumi i mjaltit nga një burimet më të mira mund të kontrollojë gjithashtu elementët ushqyes të organizmit, citon një studim i botuar në Nutrition Reviews. Këto rezultate janë befasuese sepse mjalti është rreth 80% sheqer, ka thënë në një njoftim përshtyp Tusef Khan, drejtuesi i studimit dhe një bashkëautor kërkimor në shkencat ushqyerjes në shkollën e mjekësisë të Universitetit të Torontos. Nuk po them se duhet të filloni të hani mjaltin nëse aktualisht po shmangni sheqerin. Çështja ka të bëjë edhe me zvendësimin, citoi ai. Nëse përdorni sheqer konsumues, shurup ose ëmbëlsues tjetër, zvendësimi i këtyre sheqernave me mjalt mund të zvogëlojë riskin kardiometabolik, citoi ai. Studiuesit e Torontos kryen një rishikim sistemik me meta-analiza të 18 provave klinike që përfshinin mbi 1100 pjesëmarrës për të përcaktuar efektet e mjaltit në zemër dhe faktorët e riskut metabolik, sipas një publikimi të studimit. Në studimin tonë kombinuar rezultatet e të gjitha studimeve të mjaltit të njerëzit, të cilët janë marrë në një studim metabolik, ka thaksuar Khan për Fox News Digital. Konsumi i mjaltit shoqërohet gjithashtu në nivele më të ulta të glukozës, kolesterolit total dhe triglicerideve, ndërsa madhësia e reduktimit të glukozës dhe kolesterolit ishin klinikisht shumë më të vogla. Megjithatë, ekspertit cilësojnë mjaltin si një përzgjedhje mjaft të mirë për të nisur ditën, sidomos duke zvendësuar kështu sheqernat e tjerë. Vlerat dhe vitaminat që ofron mjalti njihen gjithashtu edhe klinikisht. Ai jo më kot njihet si ari i lëngshëm. Prej mira vitesh mjalti ka qenë zgjedhja kryesore kundër inflamacioneve dhe për shërimin e shëndetit. Sipas të dhënave, një nga mënyrat më efikase dhe të thjeshta për të shfrytëzuar të mirat e mjaltit është konsumi i tij përpara gjumit. Ekspertët e mjekësisë popullore rekomandojnë njerëzit se një lugë çaji mjalt përpara se të shtriheni për të fjetur mund të jetë një zgjidhje e mirë për imunitetin. Mjalti mund të tretet në çaj kamomili ose qumësh të ngrohtë. Vlerat shëndetësore që do të merrni nga mjalti janë vërtet të larmishme. Ai ndikon në rënien nga pesha. Nëse konsumohet në mbrëmje, mjalti ndihmon shumë në djegjen e yndyrnave dhe përmirësimin e funksioneve të mëlçisë. Duke pirë çajin me mjalt në vend të sheqerit, do të parandaloni shtimin në peshë dhe uljen e sheqerit në gjak dhe trigliceridet. Studimet konfirmojnë se ngrënia e një lugë çaji mjalt para gjumit frenon urinë gjatë natës, kësaj mjalti ju ndihmon të humbisni në peshë teksa jeni në gjumë. Mjalti cilësohet si një produkt fantastik edhe për të rritur cilësinë tuaj të gjumit dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij. Mjalti përmirëson cilësinë e gjumit, mungesa e të cilit mund të shkaktojë shumë probleme shëndetësore. Ekspertët tregojnë se shtimi i mjaltit në përditshmërinë e recetave tuaja mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin e përgjithshëm dhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt mund të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit dhe të lehtësojë komplikacionet e një pasnjëshme. Pra, mjalti mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për të nxitur organizmin. Mjalti, nëse konsumohet, mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë edhe në gjumin tuaj. Një lugë mjalt mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe në parandalimin e alergjive. Një lugë çaji me mjalt ul nivelin e glukozës në gjak për një kohë të shkurtër. Mjalti mund të kombinohet me kanellë në mbrëmje dhe këto nivele do të parandalohen në ndjeshëm. Shtimi i mjaltit në përditshmërinë e recetave tuaja mund të parandalojë edhe alergjitë. Mjalti lufton alergjinë dhe forcon imunitetin, ka aftësi t'i atribuohet edhe vlerat më të mira të tij edhe për të lehtësuar komplikacionet e një pasnjëshme. Mjalti, nëse konsumohet, mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë kundër këtyre shqetësimeve, por sigurisht duhet të konsumohet në masën e duhur dhe gjithashtu të evitoni komplikacionet për ndikimet e tyre negative. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.